Të shtunën do të mbahet ndeshje shumë pritur e futbollit mes Shqipërisë dhe Serbisë në arenën kombëtare në Tiranë. Interesi i tifozëve për të ndjekur përballjen është i lartë për numri i biletave, duket se nuk i përgjigjet të gjithë kërkesave. Teksa ndodhemi 4 ditë para mbajtjes së ndeshjes, shumë tifozë po vuajnë për të gjetur një bilet. Sipas raportimeve për redaksin ton, tashmë po ndodh ajo që ndodh zakonisht në prag eventesh kaq të ndjeshme. Biletat po shiten në treg të zi dhe çmimi i tyre në disa raste arrin edhe 1.000 euro, një shumë e goxha e konsiderueshme nëse marrim parasysh nivelin e pagave. Shumë tifozë nuk po munden të sigurojnë qoftë edhe një bilet të vetme. Nga një vëzhgim i thjesht, mund të shikosh se në faqen zyrtare të FSHF-s në rrjetet sociale gjen komente ku persona të ndryshëm dhe të pa autorizuar për shitje biletash ofrojnë bileta në treg të zi. Shes 4 bileta, 103 deri në 150 euro copa, shkruan dikush. 4 bileta 150 euro copa, 102 ose 102. Sa më shpejt shkruani, shkruan një tjetër. Ndërsa njëri që ka siguruar 4 bileta shtesë mbrapa portës kërkon gjithashtu të shes 4 bileta në shitje mbrapa portës. Një qytetar i shqetësuar ka raportuar këtë rast duke konsideruar si diçka të padrejtë dhe komplet pa transparencë. Përshëndetje, duke qartë që biletat po shiten këtu në komente tek FSHF dhe që i kam marrë ato që nuk kanë lidhje me futbollin, ndërkohë që tifozët e vërtet asnjë bilet nuk kanë marrë. Transparencë është shitje e biletave nga 150 deri në 500 euro, thot ai në mesazhin e tij dërguar për redaksin ton.